duken të rastishme, por eksperienca na tregon ose na mëson që rastia në këtë gjë nuk ekziston. Nuk kuptohet mirë sepse Lul Berisha, i famshmi eksponent i bandës së Durrësit, është ekstraduar natën dje nga Spanja dhe ka lidhje kjo me situatën në investigimin e Spakut në bandën e Durrësit, ka lidhje kjo me zgjedhjet, ka lidhje kjo me faktin që ndoshta Lul Berisha pra është bërë një i penduar. Kemi bërë një eksperiment, sepse në disa momente të këtyre është shkruar një trend i pendimit me rrezik koke në disa raste, si në rastin e Lul Berishës që mendohet se është duke në proces bërthimi po apo jo është një pikë pyetje, por shumë sigurisht dhe në rastin e Nureddin Dumanit që kemi trajtuar një, po ka akoma të reja, dhe tek personazhet tjerë, të cilët gjithmonë më tepër duke parë Dumanit që po pendohet dhe s'pa gjen në gjë, po vazhdojnë të pendohet. Shiko, është kthyer në një mjet procedurial bashkëpunimi me drejtësisë, i cili shfrytëzohet shpesh për lehtësimin e pozitës të atyre personave të cilët janë me burgim përjetshëm. Rëndom ne kemi atë shprehjen që e dëgjojmë folklorike, janë hedhur çelësat në det. Pra nuk ka më shpresë. Kush nuk ka shpresë në këtë rast? Disa prej këtyre personazheve nuk kanë më shpresë për shkak të veprave penale të rënda që ata kanë kryer, janë provuar, janë dënuar. Vendimi ka marrë formë të prerë dhe ata janë aty ku janë. Njëri prej tyre është edhe ky luftar Reçi, i cili ndodhet aktualisht mos gaboj në burgun e Korçës, që ka folur për disa atentate. Është si ky rast i ngjashëm me këto që po ndodh aktualisht në gjykim me Nureddin Dumanin dhe me këta grupin e kryesisht të Elbasanit, po edhe jo vetëm. Dhe ai ka folur shumë për disa prej ngjarjeve, duke filluar që nga viti 2005, mbas edhe më përpara dhe në vijim. Dhe aty përmend me rrethana konkrete, përmend edhe këtë personazh i cili u kthye dje nga Spanja. Është komunikuar masa sapo ka ardhur, tani që mos të dal, pra të mbaj pak atë pjesën time të rolit informacionit, sepse gazetarët e kanë shumë më të qartë se sa unë se çfarë ka ndodhur, por i dënuar me 25 vjet për disa prej ngjarjeve më të rënda në Durrës, ky personazh është liruar 6 vjet përpara se ti mbaronte dënimi. Lul Berisha. Patjetër. Është liruar me kusht. Është liruar me kusht. Liruar me kusht, patjetër. Pas gjykata e lartë e ka kthyer pas. E ka kthyer. Po pra, atë do thosha. Dhe nuk pati asnjë përgjegjësi pse u liruar ky,